بتلقاك البدور ضيف الأماني والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا يا مرحبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن استنى بسنتهم ليوم الدين وبعد. الله نفalënderojmë për ti falet dhe ndihmë kërkojmë. Kanë Allahu subhanahu wa ta'ala udhëzon në rrugën e tij të drejtë, nuk ka kush që humb, ndërsa ata që lëren të humbur, nuk ka kush që udhëzon në rrugën e tij të drejtë. I dërgojmë salavatet Muhamedit alayhi salatu wassalam, familjes të pastë, shokëve të ndershëm dhe gjithë atyre që ecin dhe ndjekin rrugën e tij me përpikshmëri. Më lëni në radhë parë të përshëndes me përshëndetjen e banorëve të xhennetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Duke lutur Allahun me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të përsosura, që këto minuta që do t'i kalojmë së bashku, Allahu t'i bëjë të bereqeshme, të begashme, dhe kur dalim para tij na peshojnë peshorën e veprave të mira. Ne të ngojlus Allahun që edhe këtë ditë të cilën e kemi agjeru, Allahu subhanahu wa ta'ala agjerimit na e këtë pranu gjunat, na këtë fal, na këtë liru pizjarmit gjehenemit neve, prindërit tonë dhe gjithë muslimanët. Tema e sonshit inshallah ta'ala është se kejfe jesumu el batën, si agjeron barku. Kem fol dhe thot si agjeron gjuha, si agjeron syri, si agjeron veshi, tash si agjeron barku. Thot pi objektivave, pe qëllimeve të agjerimit është se agjerimi do të thot edhe këtë çështje e rregullon, e stabilizon. Jo për fat keq sikurse shumë prej neve krejt gojlen edhe dertin e të Ramazanit e ka çka me hungër niftar e çka me hungër syfër. Këtë çështja sillet rreth ushqimit. Për atë arsye na e ke marrë dhe me trajtu këtë temë, me kuptu se qëllimet e agjerimit nuk janë agjerimi, e kem thonë disa herë dhe përsëris, agjerimi nuk është obligu, apo nuk agjerojmë ne që të ndalemi prej ushqimit edhe prej pijeve. Agjerimi nuk është mundal prej ushqimit dhe pijeve. Qëllimi i agjerimit është më i madh se kjo. Mundal prej ushqimit dhe pijeve është një prej objektivave të agjerimit, apo një pe kushteve të agjerimit, po ka dhe gjëra tjera që duhet t'i kemi parasysh. Çka nën kupton agjerimi i barkut? Çka nën kupton që të agjeron barku? Ka për qëllim që të agjeron prej haramit. Të agjeron prej haramit dhe prej gjurve të haramit në jetën e tij. Për atë arsye Allah subhanahu wa ta'ala që ju ka drejtu pejgamberve, kështu në mënyrë direkte, për mënyrë indirekte edhe gjithë neve. Ka thonë Allahu te baraka wa ta'ala ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ya ayyuhar rusulu qulu min tayyibati wa'malu salihan. Tha Allahu te baraka wa ta'ala, o ju të dërguar, o ju pejgamber, hani prej të mirave, hani prej halalit edhe bëni punë të mira. Shqo, dy porosit të mëdha i ka ky ajet. Porosia e parë, kuj po i bëhet pejgamberve, kush janë pejgambert? Kush janë pejgambert? Pejgambert janë njerëz më të përzgjedhur të Allahut subhanahu wa ta'ala. Pejgambert janë xhennetlit. Nëse pejgambert nuk janë xhennetli, s'pas ka xhennetli. Çështu mundem me thonë. Nëse pejgambert nuk janë xhennetli, atëherë xhenneti s'po ekzistoj ka. Përderisa Allahu pejgamberve pyet thot të cilët e kanë pas garantuar xhennetin të kongjall. Allahu pyet thot, o ju të dërguar, kulu min tayyibat, hani prej të mirave,
prej halalit, wa amalu salihan, edhe bëni punë të mira. Për atë arsye, ushqimi i dashurit e mi, ushqimi halal ka shumë rëndësi në jetën e besimtarit. Wallahi billahi duhet secili prej neve gjatë kësaj jetën këtë botë, në këtë dynja, me i hap sytë mirë dhe me shiqu mirë se me çka po ushqehemi, me që shpe e fitojmë, që shem të e fitu pasurin, prej nga jena të e marë pasurin, prej nga po na vjen pasuria, si jena të e fitu ata, me çka po ushqehemi. Kjo shumë më rëndësi dashurit e mi, se halali e ka frytin e vet, edhe harami e ka frytin e vet. Halali e ka frytin e vet, edhe harami e ka frytin e vet. Pasha Allahun, ju betonan Allahun subhanahu wa ta'ala, ata të cilët ushqehen me halal, vallahi ashojnë frytin e halalit, mas sporti ashojnë ku në familjet e veta, në vlad të vet. Në vlad shihet, në familje shihet. Se unë e di, edhe me i vetë dishem, që jetojmë në një kohë kur njerëz dojnë me hongër njëri tjetrin për mallin e kësaj dynjoje. Se ka gojle bra është halal, nuk e ka këtë gojle. Me rëndësi ajo është me marë pasuri, me rëndësi është ai me marë qatë dinar tjetrit, a e ka marë në formën e drejt, a e ka marë në formën e gabume, se ka të gojle. Nuk e ka gojlen, a mashtron me tregtin e ti. E Allahu subhanahu wa ta'ala, për ata që mashtrojnë, ka të regu dhe ka thonë, e ka bon një pytje, në formë pytje që vetë e ka e përgjigjën e Allahu subhanahu wa ta'ala të kësaj pytje. Ka thonë, e la yadhunnu ulaika annahum mab'uthun, a mendojnë ata se nuk kanë murin gjallë, li yawmin azim, një ditë madhe, yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin, atë ditë kur kanë më ngrit njerëz me dalë para Rabbul Alaminit. Ti në dynja, sa jenë këtë botë, ti mundesh ndoshta me pas edhe gjuhën bajakit ëmbël, mundesh me ditë shumë bukur me fol, mundesh me ditë me ja u masku njerëzve të keqen e mi mashtru, ama Zoti së ne mashtran. Nëse njerëz ti mashtran, Zoti nuk mundesh me e mashtru. Parat, muslimanët e parë të hershëm, çështjen e halalit e kanë pas shumë në hatër dhe kanë qyrë mirë. Pasha Allahun, se këtë merreni Ramazan është, e di që shumica për neve kontaktin me Kur'anin Ramazan e kena dhe ma shumë. Mere këto, po i qujnë, nëse më i qujtë nëtët e meditimit të Kur'anit, mere surën Mutaffifin, kaptina Mutaffifin, ajetet e para Allahu na fol për një gjë që Allahu te bareke ve teala na ka treguar që një pjesë e njerëzve në dynjë bojnë me atë punë. Mashtrojnë peshore. Edhe surja Mutaffifin ka zbrit për këtë arsye. Fillimi i ajeteve, wailul lil mutaffifin. Wail është një piluginave të xhenemit. Thot do të hudhen wail ata që shmangin peshore. Me fjalë për kthejnë këtë gjuhën tonë standarde, vjedhin, që vjedhin kur të mosin. Wailul lil mutaffifin alladhina idha iktalu ala an-nas yastawfun wa idha kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun. Thot Allahu, nuk mendojnë ata që kanë me dalë para Allahut, kanë murin gjallë, kanë me dalë para Zotit. Pasha Allahun, për i përsëris të muslimanët e parë të hershëm kjo kon, po kjo nuk kon veç gjithë të këtë muslimanët, kush është musliman tamam, hakikat musliman. Wallahi ai këshir të punë mirë. Do shta e keni pa para një kohën në rrjetet sociale, ka qarkullu një foto e një tregtari, një tregtari do të thotë që ka qenë qka, tregtar i cili po shet kafegji. A di si këto për para, ta se na shumica të rive tonë, na i kena këto si në ondra, se na mësu këtë shka në restoran, a këto në falem në supermarket, atje në për qendra të mdoja dhe gjenë gashim kafe, as din qysh bot, as qysh blut kafe, se ka pa kur kafe të blu me sy. A na që ka jena pak do me thonë natë para 2 vitës. Po
Po, nasi fëmina kanë qu nanat tona, shkon filon vendin pejtash, mos të përmendi me emën, është vendi njohur o kona, optan, me shku me blu kafen. Jem shku me pa to që shbluat kafja, jem shku me ble kafe. Edhe, e kini pa kafja për para, po flasën ato e ka pos atë loj qesen e vetë të gazetes. E këtë tregtari, muslimani mirë, kur pja ushet kafe njerëzve, kur pja qet 1 kilogram kafe, tash kur e qet 1 kilogram kafe me atë kesen, aty nuk o kil 1 kilogram kafe, se ka ajo kesja merr pak diçka. Edhe pe merr kesen pe qet këndej ka peshorët. Ato peshorët që janë 1 kilogram, 2, 1 gjys, 100, 200, pe qet edhe ato, edhe pe pyt blerë si pi thot, aq thot pse pe qet këto? Thot pe qes këto për këtë tjetrën. Thot se unë jam dal me shit kafe, si jam dal me shit kese. Edhe pe lexon ajetin ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun li yawmin 'azim yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin. Çfarë imani, çfarë besimi në ahiret, që kjo besimi me pas yakin se ki me dal para Zotit. Muslimani i mirë nuk i bën punë në dynjë pse i tutet njerëzve. Po i bën punë në dynjë se i tutet Zotit. Kur ik pe haramit, ik se i tutet Zotit, se e din që e ka një Zot, e ka një Zot që e sheh, e ka një Zot që e ndin, e ka një Zot që ka me e marrë në llogari. Për atë arsye, ky është muslimani i vërtet. Muslimani i vërtet është ai i cili e ka muraqabetullah, kontrollin e Allahut e ka çdo herë në hatër, e ka në zemër, e ka dhe e din që është ai Allahu subhanahu wa ta'ala që qëndron lart mbi arshin e tij, atje mbi fauki sab'a samawat, mbi 7 pallçej, e din se e sheh veprimet e tij. Që kjo është friga, që kjo friga do të thotë që ne duhet me pas prej Allahu subhanahu wa ta'ala. Mi tut Allahut e jo mi tut krijesave. Se na shohim plot vende që shka ndodh njëherë për herave, përmendet kthehuni në për rrjetet sociale, e gjeni këta në New York në vitin 2003 është ndalë rryma në një lagje për lagjeve në Bronx, ku ka Bronx ka plot për unë, e dini, ndalë veç 1 minutë rryma, veç 1 minutë ndalë me $1000 janë vjedhë kur ndalë rryma. Pse? Sa ata jonë edukum pe i kamerës, institutet kamerës. A ki pa dhe këto videot vetë disuse që piqesin, ajtë bankomatit të prit aty me i marë tërhek parët, këpim basit për do mja marë kuleten prej gjepit, ku për peshe kamerën, për e këtënë për për kamerës kështu, dhe me se i tutet kamerës kë. Mos më bakon kamera, ja kish marë kuleten edhe kishti në gjepë dhe i shkërë kjo punë. A muslimani i mirë, e din se ka kamerën 24 orë dhez. E ka kamerë dhez 24 orë. E din se çdo veprim i tij regjistrohet, i ka me lajket me veti që i shkruajnë. Pastaj është ai Allahu te bareke ve taala që sheh çdo gjë. Allahu nuk i mshefet asgjë dashurit e mi. Por robi, insani, na mashtrohem. Tek pasaj, vallahi që rëvesh një detaj për e përmendi, kanë herë sa i neveritshëm din mu bo njeriu. Shkan e mshel derën e mshel, dënë në dhomë aty me e bo një gjunah caktum, e ka mshel derën, me qesë e mshel. Po do m'ja thy urnin Zotit. Po do me i bo gjunah Zotit, qa i Zot, ja qënë oksigenin, për fundi pragit derës, ja qënë oksigenin. Me bo m'ja ndalë oksigenin, dhomë dek. Qa që kështë Allahu subhanahu wa ta'ala. Edhe kër i bon të gjunah e dhonë, kër i bojmë gjunah Allahut, aja petë më shiran. So është latif, është rahim. Wallahi është rahim, edhe nuk mundesh me gjetë ma rahim se Allahu subhanahu wa ta'ala. Nuk mundesh me gjetë ma të mëshirshëm se Allahu te bareke wa ta'ala. Të mëshiron. Nuk ka bre kur kush apo kur gabon, krejt ta falin herë gabimin e parë, ama non stop me gabu çka dikur thot lebe se ti s'ka ke njeri bre. Me shkuti me punu të dikush, me him pun diku, teni ndërmarje me hi. Mi anis me bod çdo ditë gabime, ai ta falë nga njerë, thot do mu përmishu desat e merë zanatin mirë, po nëse ti vazhdo non stop të aprish
veglat e punës, non stop të ja kesh përdor, apo mos të ja rujt veglat e punës, a diku thotë, ti s'ka kem normal, s'ka kem mira, kupton. Edhe çet pi punës, ose të përmbajë rregullat e punës, se ço punën. A di që Allahu subhanahu wa ta'ala lejse ke mithlihi shay'un, asgjësin gjason ati, po para mendo Allahu me paqen kështu, me na trajtu neve që trajtojmë në një tjetrin. A di që hela që shim bohune, që po flaseve që po ndëgjani. Po Allahu na shikon me rahmetin e ti, na shikon me mëshirën e ti, na mban afer edhe na kur largohem, na thirr për afer edhe na kur largohem, kur ja kthejmë shpindën ati, aja pet na rin afer edhe na thirr. Allahu ka thonë Kur'an, yad'ukum li yaghfira lakum, ju thiraj mi u fal juve. Allahu çdo ditë na thirr neve mu fal. Ka në hadith pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Allahu e shtrin dorën e tij natën që të pendohet me katuesi i ditës, dhe e shtrin dorën e tij ditën që të pendohet me katuesi i natës. Thirr më të fal. Veç duhet më kthy Zotit. Veç duhet me pas kthimin e sinqert. Për atë arsye, halali dashurit e mi, të ushqyrit halal, fitimi halal, e bën robin, e bën me jetu me dignitet, edhe që shtash edhe njerë për i përsëris, e she gjurmen e halalit të evlat e vet e she. Të fëmija e she. Pasha Allahun të fëmija e she. Unë e kom përmend rastin e Abdullah ibn Mubarekut. Rastin e Abdullah ibn Mubarekut e kom përmend. Kur baba i vetë Mubareku ka qenë rojtar, argat, që e ka rujt një plantazh, për plantazhmave të rushit, një vërnjesht të rushit e ka rujt, o kujdes, i ka orë zotëria, një dit i ka thonë, pru mi disa kokra rush, apo mi pru ndo kokra rush, ja ka pru kë, kër e ka kërku zotënia, i ka dole thept, ka thonë pru mi të tjera, ja ka pru, apet thept, ka thonë pruvit e tjera, se cënë herë ka shku të ubonë rrëse ma shumë e ma shumë. Dikur i ka thonë dhe as din ti me dalu therpten pejt omles, as din me i dalu tja? Tha jo, pasha Zotin di me i dalu, tha po, une nuk di ku është ta rushi i ombel edhe i thepten në vërnjeshtën tonë. Dhe thot, qysh? Thot, une që 20 vjetë punoj të ti, kur nuk kom hongër prej këti rushi këto. Thot, qysh që 20 vjetë të ti punon të une, edhe kur asë një herë nuk ke hongër prej kësaj vërnjeshtje, thot, ja kur, thot, që unë kur e marrë me punu, e marrë me ta krypune, se marrë me hongër rushin të në të. Atërë, thot, e thirë gru, thot, hajde ko gru. Dëgjani ju që keni qika, dëgjani ju që keni qika, dëgjani mirë, hapi një vesht mirë. Pse pe i thonë këto që keni qika, se dhune e kom një qikë, mos me pas qikë si kësha thonë këto, fjallë se kështë thonë dikush që jo kanë gjumë, këj vetë s'ka qikë e pa folë, jo, dhune e kom qikë. Pe i hapi vesht unë edhe jo. Këshyre që është duhet me gjithë dhondrin, se sot ku të këshyren kriteret e dhondrit, këshyren akopare. Mas partja akopare, o budal s'ka gajle, dhe tjetë budal, dhe shparet e t'ka. Pse o budal s'ka gajle? Pse i familje s'keqe s'ka gajle, para ko, veç akopare. O familje keqe, më koni familje s'mirë, më koni muslimani mirë. Venerja dhe po si kesh kushtet bre? Po ma mirë o mërnu në kasoll, me një njeri që është i ndershëm, që është eduku mirë, që i shpist mirë, se me nërnu me dikon në palat, po ta bon palatin gjehnem ta bon. Gjehnem ta bon. Atere, kër e po sjelljen e punëtorit ti, e thiri gru, tha paja ko gru, për e qike, thot se ja gjeta qike, se ja gjeta burin. Edhe do është e Allahu martu Mubareku me qike në zotëris ti, për i këtë në 2 muslimanve, për këti burit madhë Mubarekit edhe nanës ti, dullen qka? Dull Abdullah ibn Mubareki, i cili i kanë thonë Abidul Haramejn. I kanë thonë ibadetçi matë madhë nuk ka pas. Djetari madhë, alemi madhë, robi mirë i Zotit, ama me halal. Qashtu thutë edhe për babën e Ebu Hanifes, Imam Azamit, kër e ka martu nanën e Ebu Hanifes. Kër e kam përu, kanë thonë kjo është qarë, ka thonë. është shurdhejk,
është të palic. Ja ka përmend të meta që Allahu e sprovon gjatë kanë për robëve ti në dunja. Nuk do të thotë që dikush e sprovu me syt, ja ka marrë Zoti syt, se ka plot që Zoti ja u ka marrë syt, po i kanë syt e qelum edhe shohin më mirë pasha Zotit se ata që i kanë syt boll. Pasha Allahu që është një. Ka njerëz që Allahu ja u ka marrë veshin e nuk dëgjojnë, po pasha Allahun ata e kanë dëgjimin e zemrës më të mirë se këta që dëgjojnë me vesh. Se sy ka dhe lopa, sy ka dhe hajvani, vesh ka dhe hajvani. Amba nëse syt edhe vesh nuk përdorën në rrugën e Zotit, ato janë bara, si syt e hajvanit, si syt e insanit njëjtë. Ka thonë kjo nuk shë, ka thonë. Është e verber, është, ka thonë, e shurdher, është, do të shur me menë se as nuk fol, edhe është të palic. E bo Anipja i shkreti, baba e bolit, ka thonë, aj, bëzë ma keq për mu. Po, pe marë, ka thonë, pe marë taj. Ka thonë, të shak, kër e ka përu, kër e ka po, qëfar bukuroshe, e bukur më u pa asnit met, për i thot babes vetë, tha po, tha qërë tha, kjo kur me synin e vetë haram s'ka po, kur syni saj haram s'ka po, kur veshi saj de haram s'ka dëgju, kur gjuha e saj thot haramin se ka shqiptu, edhe kur koma e vetë haramin se ka shkel. Po talo tha amanet, ama pej qasaj gruje dëllkosh e Bu Hanifja, Imam Azami, që jo një pej themeluzve të medhebit matë madhë, pej medhebeve në fen islame që edhe do zyrtarë në vendin tonë medhebi Hanefi. Pej burave të mdhajt dashurit e mi dalin që unë i përmen da këta, po në fund e lash qërshin për mbitorëse. Është një djetare ka emnin, i thojnë Ibn Saadi, e din nëzansat e dijes të këgjallartë është i njohër kjo emen. E ka një liber thiret Tabakatul Kebir. Në qëtë liber Ibn Saadi kur fol për Rasulin ton Muhammedin a.s. dëgjaje. Kur fol për Rasulin a.s. thot ulemat kanë marrë dhe i kanë numëru 500 gjyshe. 500 gjyshet Muhammedit a.s. Prej nonës Muhammedit a.s. Të nona e nonës Muhammedit deri të 500 janë shku, thot asë një për gjysheve ti nuk ka qenë, gjysheve të Muhammedit s.a.s. nuk kanë qenë lavire. Kanë qenë gratë ndershme, kanë qenë gratë halalit. Gratë e halalit bojnë burat halalit. Pasha Allahun, ju betona në Allahun subhanahu wa ta'ala. Hajde me mu mbas Ramazanit, në Ramazan mos hajde, se s'kem vakt mu morë, unë e ty me këtë punë. Hajde mbas Ramazanit të unë në zyra atje, vallahi, billahi, tallahi, i marim edhe i numërojmë burat e mdhajt këti ummeti, që i kanë bo dobi këti ummeti, këti islami, nuk e gjenë ndoj bur pej burave që i ka bo hizmet që këti islami, që e ka pas babën dilingji dhe nonën dilingjesh. Nuk mundesh me gjithë një pejtëne që ka pas babën edhe nanën e ka pas të haramit. Shumë më rëndësit dashurit e mi. Që ta dhe tema që ne kem trajtu si agjeron barku, krejt me përmbledhë dhe që me qëto me dash mos me fol, mu kom që ka mos me fol, se që kjo është mesazhi i temës, me agjeru barku jëtë edhe jemi për haramit. Me haqëru prej haramit që haramit dashurit e minë zemonin tanë veç me thonë o zot në fal e në arruj se në ka kaplu në 4 onë. Në 4 onë është hi harami edhe e na mishëru me haramin edhe në ka bon normal me haramin. A muslimant e partë hershëm dashurit e mi shiqo qka kanë vepru Ebu Bekr radiallahu anhu, ky buri madh. Në ditë prej ditëve është transmetu se ka dreku një ditë prej ditëve Ebu Bekri të një shërtor për shërtorve të ti. E ka pas një shërtor, se e dini Ebu Bekri ka pas shërtor shumë, i ka ra një ditë me shku të shërtori vetë me dërku. Qërë, a kjo një mesazh për këta shefat që nuk hojnë buk me punëtorët. E ka një karik të veçan, tullet, oj, Abdallah, olo.
se Zotit ka jep tyja, ti edhe punëtori, vallahi dytë jena, esenca e krijimit tonë është e njëjtë. Këtë ben njëjtë, daljen e kena për njëjtit vend, njëjta formë, nuk e dalë ti prej qiellit. Kreti njerëz e kanë një rrugë, kur dalin këtë dynja veç një rrugë është. Kur kush së zbrit për qiellit. Aja Ademi a.s. që o kriju prej baltes që o kriju, së konë më ndë madhë. Para me ndo te e une a i tjetri, pej ka i tje dalë, që ku jeti? Vesh me kujtu njeri, pasha Allahun, e ullë kryt edhe insoni kërkosh nuk ka. Ebu Bekri radiallahu anhu dashurit e mi, o shku, se s'po du me kritiku këta shefa që ma morin i noti, da në thonë qau ka që hoxha me ne. Ka shku të shërtori vet edhe po han me ta. Ullë me drëku me to, drejken me hungër bashk. To hungër buk Ebu Bekri, i ka thonë, ku e more këtë ushqim? Thuhet se i ka pëlqy ushqimi. Ku e more? Ka thonë, wallahi, thot, more shef, pe thamune, si ka thonë, more shef, po pe thamune. More shef, thot, komponu një kohë të një faltor. Komponu të aj, thot edhe, më kam bet për pasuris që komponu të aj, me qatë pasuri e kom leqet ushqim. Thot e ka marri ka shti gishtat edhe ka dosh me vidhat të që e ka hungër. Kush na për neve sot, kur ne a gëzo me bo mas me na thirë na idhnohëm, optan. Pasha Allah po, na idhnohëm. Kush për neve e këqyrë me thonë, që këtë që po më thira, e ka pasurin halal. Ha, ma na veç, a që bismillah, ishala bismillah, optan. Veç beri mishit, optan. A o prej me bismillah, a so prej me bismillah, a o mishi kalit, a ish mishi magarit, a o mishi krokodilit. Ska gajle. Do të më frigu Allahot, se tash ku kesh të mishi, të e thonë më kujtu diqka. Para me ndo, e ndëgjova i shala së sahi, edhe jo keni ndëgju. Tha mishin e pulës që jo shqitë të na një ko, po thojnë ka pas mish të mive kanë shqitë. Po thëm ja Rabbi, në këtë mujtë bekum, në këtë mujtë rahmetit, nëse këta njerëz e meritojnë udhëzimin, udhëzaj, nëse se meritojnë Allah i shkatroft. Thuni amin. Pa se tonë këto smundje që na kanë kërsit, diçka u të dalë. Deri vonë kanë shqit mish derit, qëtu në pej, do kanë bo su gjok me mish derit. Na kanë shqit neve. Na kanë shqit neve. A i njoni tha kanë shqit mish të kalit, do hejnë mërë zot isha Allah sahi. Se mish i kalit islam hahet, so problem, mos na shesin mish derit. Neve po në ven me kesh, ama vallaj, qërëton këto smundje që jonë të në ardhë. Qërëton këto smundje që jonë të ardhë, dashurit e mi. Edhe është një vele që vallaj, bëni doa, kur të bëni doa dhe para vlatë të jujtë. Unë bëtën fëmija të smuhë, dashurit e mi. Shkone për spitale edhe i shef fëmi të vegjel, me smundje të lojshme, fëmija i vogël me kancer, fëmija i vogël me leukemi, fëmija i vogël me atë smundje. Kjo krejtë që rëzlati ushqimit të dashurit e mi. A kjo që tash afera e mandarinave. A ke? Kush jonë ata? Ata së jonë shkije që jonë të ishit këtu në pej. Nuk jonë shkije. Jo shqiptarë jonë. Jo besa ata me pak me bo mu kap me ta kontestojnë shqiptarin ty, me njerë bonë ma shqiptarë se ti. Saj se ka gajle, nuk e ka gajle me keq përdor këtë punë. E du të me pas kujdes, qka poshtim do të thot në barkun tonë. Këtë pejgamber dashurit e mi për një minutë se edhe përfundova koha e kësaj. Këtë pejgamber të jënë u shqypit durve të veta. Davudi a.s. ka qenë qka? Haddad. Ka qenë farkatar. Zekeriaja ka qenë, qka ka qenë Zekeriaja a.s. Kush e din? Futbaler. A ka me lujtë ralli sonte, as ka me lujtë? Kush se din që ka me lujtë ralli? Që kësë pëdik, Allah në gjenet e qoftë. Të qesim imam sonte, sone e di, ko ka ma i mirë sone. E qesim imam sonte me në prinë namaz. Zekeriaja a.s. ka qenë instruktar dashurit e mi.
A përshë që na kena nevojë, në valloj pe bëj ka pak edhe si omor, veç kjo me kajt. Na I dim shumë sende, nuk dim për pejgamber të Zotit s'dim. Mena veç që tash për transferet e Cristiano Ronaldo, s'keti dim ku I ka bo. Këtë ku ka lujt, sa shku, qa ka lujt, a ka lujt krilla djath, a krilla majt, a krilla shtopa, qka dusha u të lidim. Ama kur pyten për din në Zotit, Allahu na e përmisov gjendjen tonë. Do është ta me thonë në diçka ma shumë, po, me që kaq bëllo është apëtan. Se po mdo këtë ja ka nisë mi ardhë hesapi, mos me dalë mo me full. Se kena full shumë, po ardhë hesapi bashkarisht me thonë, hajde bashkarisht po punojmë, që ato që I kemë dëgjit të qesim praktik njëre, tani, kur ti krymë praktiken, ja nisim ka dhe halot që ka mu full tjetër. Allahu na përmisov gjendjen tonë, na I falë gjunat tona, ku ja kem qëllu për mirësive të Zotë, kur nga bo për me dhe shejtan, dhe akhiru da'wan, alhamdulillah, rabbil alamin. يا مرحبا